Përshëndetje miq, jeni duke dëgjuar edicionin informativ këtu në Radio Travel. Ekspedita Gilead po i afrohet fundit pas 27 vitesh udhëtim. Një aventurier britanik ndodhet në kilometrat e fundit të një udhëtimi të jashtëzakonshëm që ka zgjatur plot 27 vite. Karl Bushby, 56 vjeç, po përfundon atë që njihet si Ekspedita Goliath. Një mision për të ecur rreth botës pa ndërprerje dhe pa përdorur asnjë mjet transporti. Udhëtimi nisi me 1 nëntor 1998 nga Skajugor i Kilit. Ajo që fillimisht ishte planifikuar të zgjaste 12 vite, u shndërrua në një udhëtim gati 3 dekadësh, për shkak të pengesave ekstreme natyrore dhe gjeopolitike. Në vitin 2024, për të ruajtur vijën e pandërprerë të udhëtimit, ai notoi 288 kilometra përmes detit Kaspik, një arritje e pazakonte e paregjistruar më parë. Bushby shpreson të arrijë në Mbretërinë e Bashkuar deri në shtator të 2026-s. Si e mashtron muzika trurin gjatë udhëtimeve? Një studim nga Universiteti Southwest në Kin ka treguar se muzika mund të ndihmojë ndjeshëm kundër të përzierave gjatë udhëtimit me makinë. Studiuesit zbuluan se dëgjimi i muzikës së gëzueshme ose të qetë përshpejton rikuperimin dhe ulën ndjesinë e shqetësimit. Muzika e gëzueshme ishte më efektivja, duke ulur simptomat me mbi 57%, e ndjekur shumë afër nga muzika e butë dhe relaksuese. Ndërkohë, muzika shumë energjike kishte efekt mesatar, ndërsa muzika e trishtuar rezultoi më pak ndihmuese. Muzika ndikon drejtpërdrejt në aktivitetin e trurit, veçanërisht në zonat që lidhen me përpunimin e shqisave. Holandezët transformojnë turbinat e erës në shtëpi të vogla. Një kompani holandeze po ndërton shtëpi të vogla nga turbinat e vjetra të erës. Këto shtëpi quhen Nestle dhe secila prej tyre ka 2 dhoma që janë ndërtuar nga pjesë turbinash që nuk mund të riciklohen. Këto pjesë transformohen në stola, bariera rrugore, lodra fëmijësh dhe tani edhe në shtëpi. Brendësia me drur të ngrohtë dhe mobilje veri europiane të bën të ndjesh menjëherë si në shtëpinë tënde. Deri në vitin 2050, qindra turbina të tilla do të duhen të zëvendësohen çdo muaj dhe ndoshta ju të gjitha do të kthehen në shtëpi. Treni më i gjatë i çokoladës hyn në Guinness. Milano ka vendosur një rekord të ri botëror Guinness duke prezantuar skulpturën më të gjatë të çokoladës në botë, e realizuar në formën e një treni gjigant. Vepra mbreslënëse shtrihet në një gjatësi prej 55 metrash dhe peshon rreth 2800 kg. Skulptura u mat dhe u verifikua zyrtarisht nga gjyqtarët e rekordeve botërore Guinness, të cilët konfirmuan se të gjitha kriteret teknike dhe artistike ishin përmbushur, duke e certifikuar atë si rekord botëror. Projekti kërkoi muaj të tërë përgatitje dhe një punë të jashtëzakonshme artistike dhe teknike. Një kafshë shtëpiake sot, një zemër e ndjeshme nesër. Fëmijët që rriten në shoqërinë e kafshëve shtëpiake zhvillojnë një nivel më të lartë empatie dhe inteligjence emocionale. Kështu tregojnë studime të ndryshme shkencore, të cilat theksojnë rolin pozitiv që kafshët luajnë në formimin emocional të fëmijëve. Kujdesi për një qen apo një mace i mëson fëmijët të kuptojnë sinjale jo verbale si sjelljet, reagimet dhe nevojat e kafshëve, duke i ndihmuar ata të zhvillojnë ndjeshmëri dhe dëmshuri. Ekspertët vërejnë gjithashtu se kontakti emocional me kafshët ndihmon në uljen e stresit dhe ankthit, duke krijuar një ndjenjë qetësie dhe sigurie tek fëmijët. Kjo i ndihmon ata të menaxhojnë më mirë emocionet dhe situatat e vështira. Dhe me këtë lajm ne kemi arritur në fund të Happy Feet dhe për ditën e sotme, por ne do të dëgjojmë sërish nesër vetëm në Radio Travel.